Ja, e thyme. Tash po që për shoh vetë listën, po më duket që marrë gjutë ca lek. Pa çmimin e makinës, kjo është totali. Përshëndetje të gjithëve. Kjo është part 2 e ICL-s, po nuk është afër përfundimit, kështu që do ketë edhe i tjetër, po kjo është thjesht i update se u bë ca kohë. Do them se çka kam bë, çka ka ndodhur, çka është rregullu, çka ka ngel pa rregullu. Me këtë rast t'i vej edhe coverin e motorit, se e kom porositur që në 2023-shin, me shpresën që do mbaroj shpejt me rregullu. Edhe akoma se kena vu, ta shohim mirë. Makina është çik zhul se plur, po kjo drita këtu në mes i karat duhet me porosit, edhe llampat mrena kam ndru prapë si punojnë, po gjona të vogla këto. 59262 milje, 559 milje kam bon se kam lëvizit qik. Këtu, jo rrugë gjata, po nga pak ka mes. Kjo s'ka pas ka pakun edhe kam porosit nga Amerika, me sa shof nga forma kësaj që pa hapa akoma i pjesë kallçuku prapë i mungo. Po inshallah është ajo pjesa me V12-ën. Këtë dyshit që tash na pas ka hum. Ja, e thyme. Ajt për avej gjithsesi. Ka di kallçuk tjetër kjo këtu poshtë, po kësaj mungo. Po prapë më mirë, pak të ndallohet i qik. Nuk është se ka shumë, si këto ka pakët e kësaj, po hajtë paktën shef që është V12 e dallohet aty se kështu smerret vesh, qa motori është fare, vetëm të e pa. Tashi po që për shoh vetë listën, po më duket që marrë gjutë ca lek këtë. Në fillim fare është ndru oil cooleri, 260 pound ka bomba e ble, 120 pound puna, e kam ndru filtrat arit, vajt edhe të kondicionerit, 75 pound kanë bo, 80 pound pastaj air intake-un, njonin krasë ka pas fare këtë boxin, pastaj kam bo këto tie rods, 60 pound lëm fort deri pa ta mora ato, këto e kam ndru në Angli, 220 pound ka bo puna. Tespet, kjo ka mori, ma kanë morë me karotret për taksat, po ajo varja është fajim ajo. E kom qell 1700 pound nga Anglia këtu me karotret, më pagut një rot taks në Angli 200 pound, ajo gjoba për që ma kanë morë me karotret ka qenë 580 pound. Tash i kom porosit në Amerikë, 620 pound kanë bo kom të motorit, koma e kamjës, edhe këto spark plugs, këto kandelet, edhe kandelet. Kom të motorit, më thanë s'ka nevojë me ndru kryesolla, koma e kamjës u ndru, 150 pound, pa të kam bo këtu. Pastaj kom qut elektroautit për stisa kohë, kishte pas, i ka heqja i sendilet gjonat se ka pas futu i në bagazh, edhe s'punoshin as bokset, është rregullu ajo, janë rregullu ca fije, ca gjona që ka pas që ishin çkputme, është mbyll ajo pjesa ku fuste ujë. Ventilatori para, i herë kam sjell gabim si bonte, para të porosit të ri, po nga Kina këtë bonte, ja kam ndru pastaj edhe atë 250 pound. Kom sjell një tre kështu, kom rregullu këtë navigatorin që s'bonte, po prap deli pull aty, se di pse ngel aty ajo. Këtë kondicioneri që dilte me viza ku tregon temperaturën është të vizat këtu. Kjo është ndru, prap del me këto vizat. Hajde mirë vesh. Pastaj kam ble bokset të reja, 60 pound për këto të dyrë që si kishin. Ka pak boksesh, 20 pound nga këto bos, se si i mungon të i ka, jo, më hume i ka pak aty këte servisi ku e qova. Kam ble pompën ABC-s, refurbished, e pa ta morë në Poloni, 500 pound. Se nuk punon të mirë pompa, timoni u forcon të këto ka një pompë hidraulike, për amortizatorët e për timonin. Me këtë rast i bon edhe qarkullim flash vajt hidraulik,
edhe kam ble CF11 pentosin që kanë këto atë vajnë hidraulik, 100 pound ka boja ose disa litra pa ta morë, sa 10 litra më duket, ka ngel pak. Kam dru pompën e ujit 120 pound, po kjo ka paku motorit, 120 pound e pas më shkujt tu. Kam ble ca ka to te goma janë këto plastiket që veshin atë mrapa para kolbit. Ato alas sigara tamam, kam ble 2 copë, 50 pound të ndryshme, po as njona sigara prapa, ato kot duhet mi gjeti tjetër. Edhe për momentin vetëm këto janë. Pas llogarive që bona, pa çmimin e makinës, ky është totali i shpenzimeve, 5.945 pound. Edhe akoma s'janë zgjidhur gjitha, plus që ka për të lyë. Ka prap jemi, akoma s'kemi marru me shpenzimet. Po thjesht tash për shembull problemin kryesor që ka, tash është që kur jep gaz në tap, kalon vetë mbrojtjen, limp mode makina, edhe s'merr xhiro tamam, i merr shumë avash kur jep gaz, duhet me nes me fik që të bëhet tamam. Tjetër është që kam vure, kur jetu hes që jetu i dhon gaz, kur e lëshon gazin, se të qepi goditje, pap, se mor vesh nga i vje, po e jepi goditje. A nga transmisioni, a se di, po e jep që si le goditje. Këto ka si mo këshu, si probleme që kanë ngell pa rregullu, po akoma s'kam gjetë dikoj që të more vesh fix fare e ta qoj, që ta di që të marrë punë më sëritë rollate, mos u bon gati 2 vjet, edhe akoma s'po marrë punë me këte, s'po e bëj tamam. Sa di marrë këto, pastaj vetëm ta rregulloj nga ana estetike, t'ja bëj gjitha edhe ta shijojmë çik se kot ka ngele parkume makina gjithë ato. Tashi që e kom pas lek ka shku, su në pruna këtu për të kursy në lek gjasme, po në fakt në Anglidë kështë shku më shumë, po nështë do më kishte dalë më mirë me majtë vetëm për pjesë, po mu më patarët keq që kishte pak milje, me majtë vetëm për pjesë edhe me mori tjetër në Amerikë në kratë regullt, nështë di ishte më mirë, po prap edhe ka ish pak sa e kam përdor. Ndjesia e V12-ës e justifikoj qik vetën dhe kur jep gaz, edhe pse s'ja ke zgjidh gjitha gjonat, si janë një është. Po, inshallah për e zgjidh të sa më shpejt të problemet e tjera, e ta bëj pastaj që ta nxjerr kështu si makinë të re. Kjo video e parë e kësaj është edhe video më e suksesshme që kena te kanali, kështu që ja ka vlerë edhe vetëm për këtë fakt. Qoftë se keni pa, shifni, po ka një 60.000 views, sa më duket ajo. Do updatoj të sa më shpejt, sa po ta rregulloj, që ta marroj, besoj s'do ketë më part tjetër, vetëm 3 shje do mbyllet, inshallah nuk bëhet serial. Qoftë se dini ndaj servis që merr vesh nga këto makina që ka punu me këto, ngjashme se klasat, po këto V12 janë çik më të komplikume. Megjithatë kjo motor s'është ka pas problem, po qoftë se keni ndaj servis që di që merr vesh, mund ta çoj aty të marroj punë, mos rritu rollat, ma komentoni edhe do shkoj ta çoj atje, të flas vetë me to. Kom edhe një makinë tjetër që e kom porosit, që është më e fuqishme se kjo, po s'ka ardhur akoma si surprizë. Me zërëm të prit që të vije për vete, po qofse ua merr meja që mund të kem porosit, e kom për vete atë, komentojnë ta shofa do e gjenë në njoni. Po vështirë, se besoj su shko meja. Shpresoj të ketë pëlqyer video, ju uroj gjithë mirat edhe mirupafshim, shifojmë videon e radhës.